Ujësiellsi i Elbasanit, një ndërmarrje në varësi të kryebashkiakut Ledian Llatja, ka parashikuar të shpenzojë gjatë këtyre muajve rreth 7 milion euro për rehabilitimin e sistemit të ujësiellsit të qytetit. Në regjistrin e parashikimeve të prokurorimeve publike, Shoqëria Rajonale e Ujësiellsit Elbasan ka publikuar procedurën që pritet të zhvillohet gjatë këtij viti dhe fondi limit është mbi 670 milion lekë të reja. Elbasani është një prej qyteteve kryesore të Shqipërisë që ka një numër të lartë qytetarësh dhe rrjedhimisht edhe përdorues të rrjetit të qytetit. Me një infrastrukturë të amortizuar prej vitesh, investimi për kanalizimet është diçka pozitive. Megjithatë, në tenderin 7 milion euro, që pritet të zhvillohet së shpejti, ka një pikpyetje thelbësore. A do të zhvillohet realisht apo do të jetë një procedurë fiktive? Ka disa elementë që krijojnë këto dyshime, të cilat të marra së bashku i vendosin një pikpyetje të rëndësishme investimit të pritshëm të Ledian Llatjas dhe ndërmarrjes në varësi të tij. Ëndra për ujë 24 orë. Ledian Llatja është në mandatin e tretë dhe sipas ligjit edhe të fundit të krye të Bashkisë së Elbasanit. Ai ka hyrë në zyrën e kryetarit të bashkisë për herë të parë në 2019 pas votimeve, ku mori pjesë vetëm Partia Socialiste. Ndër premtimet e tij të para dhe më kryesoret ishte: Elbasani do të ketë 24 orë ujë. Kur ka mbushur vitin e tretë në detyrë, Llatja është shumë larg realizimit të këtij premtimi. Banorët e qytetit të Elbasanit vuajnë për ujë jo vetëm në stinën e verës së thatë, por edhe në dimrin e lagësht. Megjithatë, fakti që Llatja nuk e ka mbajtur fjalën për 24 orë ujë në ditë nuk e bën atë as pak më të ndryshme nga titullar të tjerë qeveritar. Kryeministri Edi Rama ka ardhur në pushtet në 2013 me këtë premtim, edhe kur është në mesin e mandatit të katër qeverisës, pas 11 vitesh në pushtet, Rama sërish u ka premtuar shqiptarëve ujë pa kufi gjatë të gjithë ditës në rubinetat e tyre. Një projektim i cili është shumë larg realitetit në të gjithë Shqipërinë, por edhe në Elbasan. Por pavarësisht situatës reale, Ledian Llatja vijon të tregojë të njëjtën fabul. Në 6 nëntor të vitit 2025, Agjencia Kombëtare e Ujësiellsve Kanalizime në Tiranë ka miratuar projektin e Bashkisë së Elbasanit për rehabilitimin e rrjetit të ujësiellsit të qytetit. Në një postim në rrjetet sociale, agjencia ka njoftuar se në Elbasan ujë 24 orë në ditë shumë shpejt. Në vijim është thënë se Këshilli Teknik miratoi një ndërhyrje të rëndësishme që do të mundsojë furnizimin më të qëndrueshëm dhe të pandërprer për qytetarët e Elbasanit. Edhe më tej, Agjencia Kombëtare e Ujësiellsve Kanalizime ka thënë se ky projekt synon modernizimin e rrjetit ekzistues, uljen e humbjeve teknike dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit, ku qëllimi është që çdo banor i Elbasanit të ketë ujë pa ndërprerje 24 orë në ditë. Në të njëjtën kohë edhe Bashkia e Elbasanit e ka reklamuar këtë zhvillim në rrjetet e saj sociale në 7 nëntor 2025. Një nga objektivat më të rëndësishme për qytetin e Elbasanit, furnizimi me ujë të pijshëm 24 orë në ditë, po bëhet realitet fal investimeve të reja që po ndërmerren në këtë drejtim. Më tej, Bashkia e Elbasanit të ripublikon të njëjtin paragraf të shpallur më parë nga Agjencia Kombëtare e Ujësiellsve Kanalizime për rëndësinë e këtij projekti. Për momentin është e paqartë se ku do të synojë ndërhyrja rehabilituese dhe se si është arritur të përllogaritet vlera e investimeve në rreth 7 milion euro. Njësesi, detajet do të mësohen së shpejti kur Shoqëria Rajonale e Ujësiellsve Kanalizime Elbasan do të bëjë publik detajet e projektit. Në pamje të parë duket realisht një investim i rëndësishëm. Vlera e tij e lartë natyrisht mund të konsiderohet si një garanci për një punë më të mirë dhe në shërbim të qytetarëve të Elbasanit, por ka një tjetër zhvillim paralel, i cili krijon dyshime për këtë investim të pritshëm. Mbi vendosje projektesh, Enea Karakaçi është ministri i infrastrukturës prej shkurtit të vitit 2026. Një zvartësi Belinda Ballukut, ai ka marrë postin e ish shefes së saj pasi kryeministri e shkarkoi këtë të fundit në vijim të hetimeve që po zhvillon për disa tendera të rëndësishëm në ankse të ndryshme rrugore. Balluku ka marrë detyrën e ministres së infrastrukturës në shkurt 2019. Ajo ka udhëhequr projektin e qeverisë Rama për shndrimin e ujësiellsave nga varësia prej bashkive në shoqëri rajonale. Ai projekt madhor synonte menaxhimin më të mirë të ndërmarrjes së ujësiellsave dhe përqendrimin e investimeve në më pak njësi strukturore, por pas më shumë se 7 viteve, a strategji nuk ka sjellë thuajse asnjë përmirësim të dukshëm në ofrimin e shërbimit për qytetarët dhe shoqëritë rajonale janë akuzuar shpesh si vatra për punësimin masiv dhe pa kriter të militantëve partijak. Megjithatë, projekti i shoqërive rajonale të ujësiellsave nuk është ndalur. Tashmë strategjia qeveritare për ujë 24 orë në ditë drejtohet nga Enea Karakaçi. Pak ditë më parë, në 18 maj 2026, ministri ishte në Elbasan së bashku me drejtuesen e Agjencisë Kombëtare të Ujësiellsve Kanalizimeve, Lidiana Çelaj. Qëllimi i vizitës ishte për të parë ecurinë përfundimtare të një projekti që garanton furnizimin me ujë të pijshëm pa ndërprerje për 24 orë për qytetarët e Elbasanit. Sipas ministrit, ky projekt është zhvilluar mbi një financim 13 milion euro nga Banka Gjermane KfW. Ministri Karakaçi në rolin e një eksperti ujësiellsi dha disa detaje mbi projektin. Ai përfshin rehabilitimin e 2 depove ekzistuese si dhe ndërtimin e një depoje totalisht të re.
Gjithashtu është bërë mundur shtrimi i linjave të reja, instalimi i matësave, si dhe janë realizuar lidhjes të reja familjare. Përmes sistemit matës SADA bëhet e mundur monitorimi në distancë i rrjetit të ujësjellësit dhe stacioneve të pompimit. Të gjitha këto natyrisht për të arritur qëllimin qeveritar, atë të furnizimit me ujë të pishëm 24 orë në ditë për qytetarët e Elbasanit. Ministri ka premtuar disa investime të reja për ujësjellësin e Elbasanit. Ne vjojmë përsëri dhe në buxhetin e vitit 2026 të AKK-us të kemi edhe investime të tjera në Bashkinë e Elbasanit, edhe për ujësjellësin e Elbasanit, siç është ai për eficiencën e energjisë në mënyrë që të ulim konsumin e energjisë, i cili është një pjesë e madhe në stacion pompimi, duke bërë dhe rritjen e konsumit të energjisë. Pra vëmendje, ministri thotë se investimet e reja në ujësjellësin e Elbasanit do të jenë për rritje të eficiencës së energjisë, që do të thotë se do të përdorim panele fotovoltaike. Kur arritëm deri në këtë pikë mund të bëhet një përmbledhje. Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi inspekton fazën e fundit të punimeve të një projekti 13 milionë euro, të financuar nga Banka Gjermane KfW për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit të Elbasanit, që synon furnizimin me ujë të pishëm 24 orë ujë në ditë për banorët e qytetit. Nga ana tjetër, Kryebashkia Kukledian Llatja dhe ndërmarrja e ujësjellësit në varësi të saj kanë vendosur që deri në fund të vitit 2026 të shpenzojnë rreth 7 milionë euro për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit të Elbasanit, me synim furnizimin 24 orë ujë të pishëm në ditë për banorët. Pra paralelisht janë dy projekte për të njëjtin qëllim. Ai prezantuar nga ministri Karakaçi që tha nga Elbasani se investimi 13 milionë euro për ujë 24 orë ka mbaruar, dhe nga ana tjetër është Kryebashkia Llatja që thosë se do të shpenzojë në të ardhmen e afërt 7 milionë euro për ujë të pandërprer për të gjithë ditën. Këtu ka diçka që nuk shkon as pak. Ose investimi i proklamuar nga ministri Karakaçi ka rezultuar skarço dhe ai po gënjen për ujë 24 orë, ose Kryebashkia Llatja ka marrë përsipër mbrojtjen e një investimi të ri 7 milionë euro, i cili nuk dihet se ku do të përfundojë. Projekti i financuar nga Banka Gjermane KfW është pjesë e marrëveshjes së financimit mes qeverisë shqiptare dhe institucionit financiar Infrastruktura Bashkia 5, emëratuar nga Parlamenti në shkurt të 2019-s. Marrëveshja është parashikuar që të funksiononte në dy faza. Në fazën e parë, Banka KfW do të lëvronte 147 milionë euro grante kredi të buta, me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit me ujë të pishëm në disa qytete shqiptare, përfshirë këtu dhe Elbasanin, ndërsa në fazën e dytë parashikohej dispozimi i granteve dhe kredi të buta në shumën 47 milionë euro. Projekti investime bashkiake 5 ka nisur zbatimin në Elbasan në vitin 2023. Kryebashkia Llatja në mënyrë periodike ka publikuar punime në terren nga zbatimi i këtij projekti, dhe në çdo rast e ka shoqëruar atë me shprehjen euforike se X apo Y lagje tashmë do të ketë ujë 24 orë, premtime të boshe, faturat plot. Premtimet gjithnjëherë një rritje për një ujë 24 orë në ditë për qytetarët e Elbasanit vijojnë të duken shumë të largëta për banorët e zonës, të cilat vijojnë të ndjejnë thatësirën në çesmat e tyre. E megjithatë, Kryebashkia Kukledian Llatja nuk kushtehet në postimet e shumta në rrjetet sociale për ofrimin e një shërbimi cilësor në të mirën e qytetarëve. Por përtej deklaratave publike, ajo që po u afrohet Elbasanlive është tjetër gjë, faturat e kripura. Në korrik të 2025-s, enti rregullatori i ujit pranoi propozimin e Shoqërisë Rajonale të Ujësjelljes Kanalizimi Elbasan për të rritur tarifën e ujit me të paktën 50%. Sipas vendimit numër 18 të datës 1 korrik 2025 të etnit të ujit, qytetarët e Elbasanit paguajnë 60 lekë për metër kub, nga 40 lekë që paguanin më parë. Edhe njësitë e tjera të qarkut Elbasan, si Librasht, Prenjas, Rik, Gramsha apo Peqin, tashmë paguajnë 60 lekë për metër kub, ndërkohë që më parë paguanin nga 32 deri në 38 lekë për të njëjtën sasi. Sipas Shoqërisë Rajonale të Ujësjelljes Kanalizimi Elbasan, rritja e tarifave do të shërbejë përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të ofruara, si rezultati i investimeve të parashikuara. Një ndër këto investime është edhe tenderi 7 milionë euro i piketuar për vitin 2026, për të cilin duhet parë se si do të zhvillohet edhe në duart e kujt do të përfundojë.